Reforma territoriale e vitit 2014 dështoi të administronte me efikasitet territorin dhe financat, sepse frymëzimi i artimit të saj ishte administrimi elektoral dhe përqendrimi i pushtetit dhe fondeve në bashkitë e mëdha. Me një vendim të palogjikshëm dhe arbitrar, qeveria ka vendosur të mbyll zyrën e gjendjes civile në Cakran dhe ta transferoj atë në Levan. Kjo është një fyerje për 17.000 banorët e 13 fshatrave të Cakranit, i cili ka qendër shëndetësore, stadium, shkollë nëntëvjeçare dhe të mesme, me kapacitet 450 nxënës. I bëj thirrje qeverisë të anulohet menjëherë pika e VKM-s që prek gjendjen civile të Cakranit. I bëj thirrje ministrit të Brendshëm të shpjegoj kriteret e këtij ristrukturimi që lë 17.000 njerëz pa shërbim. Bashkia Fier të distancohet nga ky vendim që dëmton direkt taksapaguesit e saj.